Duhesh hala ma shumë me kërku me Serbi. Na e kena pas një opozitë. Na e kena pas një opozitë cila lshope masa sankcione. Ma thuaj një reakcion. Vetëm veç pak se këta kanë pikë fortë pjesën e Emanuel, pse ka rëndësi nëse dëni me i reformu subjektet e juja, jep një hapësirë njerëzve që kanë guxim me folë vërtet. Pse kjo është po gjykon si kurti. Po ju gjykon opinionin, po ju gjykon Jo, ku bëdim tash? 28 dhjetori vendos. Ti po paraqikon rezultatin. Ti për kundrazi. Unë mendoj që të bajgare me qytetarët e Republikës Kosovës po thosh, sikur të kemi rezultat. Si kanë ndikuar listat zgjedhore tek subjektet politike në këtë zgjedhje. Listat do të kenë një ndikim shumë të rëndësishëm për shkak se në bazë të listave, domethënë shihet e pasqyret se kush i përfaqëson partitë. Sa përket këtu lista e qesin parlamentin. Ky parlamentin që mirë që shkoi, ka qenë ndër parlamentet më të dobta ndonjëherë që ka pas Republika e Kosovës. Jo këtë parti politike, ka pas cilësinë në atë kuvend. Të lutem bravo në ka pas cilësinë në atë kuvend. Parlamenti më i dobt në Republikën e Kosovës ka qenë. Që u shpall pavarësia e Kosovës, që kemi zgjedhur